secili prej nesh e di fare mirë kur e ka tepruar në marrjen e fjalëve të cilët nuk janë shqipes dhe që fare mirë mund thuhen me gjegjësit e tyre në shqip. Këtu kemi të bëjmë pastaj me faktorë që janë social, kulturor. Mendoni në sociolingvistik ka një moment në cilin thuhet që standardi është gjuha e prestigjit për çdo këmbë, për çdo gjuhë. Dialektet janë gjaku, por nga ana tjetër ato që quhen zhargone janë toksinat. Janë toksina. Dhe që krijohen në komunitetet vogla sociale. Për shembull, ato që janë në gjimnaze, pra mosha e adoleshencës pas 9 vjeçares, ato kanë një nevojë të madhe që të jenë të pranuar me njëri tjetrin. Dhe çfarë bën? Krijojnë zhargonet e tyre. Mundohen të flasin është një njohur. Problemi është që ky të mos bëhet mbizotrus në ligjërimin e secilit.